Nuhi, përshëndetje. Përshëndetje, po në qendrën e votimit në Korrish, rreth orës 14, së pari është fjallosur një komisioner me një person aty i cili është përfaqësues i një partie politike, e në gjithë këtë konflikt verbal është përfshirë edhe një komisioner tjetër. Këta dy komisionerët më pas janë dalë jashtë vendvotimit, hapësirave ku është duke u zhvilluar procesi zgjedhor në këtë lokalitet, dhe njeri prej tyre, pra ai edhe që ka qenë i zënë me atë vëzhguesin e partie politike, e ka sulmuar këtë tjetrin, pra dyshohet se e ka sulmuar këtë tjetrin. Këtë informacion na ka konfirmuar kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, i cili na ka njoftuar gjithashtu se të përfshirët në këtë përleshje fizike janë ndaluar nga policia dhe tashmë ata janë duke i dhënë deklaratat lidhur me incidentin. Ky është pra incidenti i parë dhe më i rëndi që ka ndodhur sot, jo vetëm në Prizren, por në mbar rajonin e Prizrenit, që e ka dëmtuar në fakt pak këtë proces zgjedhor i cili deri më tani ka qenë shumë i qetë dhe ka vijuar normalisht, përveç faktit se vazhdon që numri i votuesve të jetë i vogël, ndërsa që gjysmë ore veç se edhe shiu ka intensifikuar të rënët e tij dhe po besoj që ndoshta do ndikoj që dikush që ka menduar të dalë në këtë kohë për të votuar ta pamundsoj një gjë të tillë, të shprehem. Nuhi, a dihen shkaqet e kësaj përleshje? A ke ndonjë informacion? Jo, ka ndodhur zënk mes komisionerit dhe vëzhguesit, pastaj është i filtruar në atë konflikt verbal një komisioner tjetër i një partie tjetër, ka ndalë jashtë zyrës aty, hapësirave apo mësojtore që është, dhe më pas njëri prej tyre, ky që ka filluar zënkën me atë vëzhguesin, dyshohet se e ka sulmuar fizikisht të tjetër. Mirë, faleminderit shumë Nuhi, punë të mbarë, edhe shpresoj që nuk jeni lodhur ende në këto ditë. Jo për të ndodhur, po uroj të jetë incidenti i vetëm dhe i pari dhe i fundit që ka ndodhur sot. Edhe ne urojmë që edhe ky proces të shkojë qysh është mas mirë ti edhe mos me pas incidente të tilla. Faleminderit Nuhi.